Në Universitetin Shtetëror të Tetovës sot është zhvilluar procesi zgjedhor për zgjedhjen e Parlamentit Studentor. Për kryetar të Parlamentit Studentor garojnë 2 studentë, Nderim Limani dhe Ardian Bilali. Ata me këtë rast u shprehën të gëzuar që për herë të parë në USHT zhvillohet një proces i tillë, duke dhënë mesazh se cili do të zgjidhet do të punojnë për studentët. Besoj se unë me ekipin tim do të punojmë me vendoshmëri të madhe dhe përkushtim për funksionimin dhe konsolidimin e më të qeshëm të Parlamentit Studentor, i cili është një institucion shumë i rëndësishëm për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e gjithë atyre studentëve që studiojnë në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Në ekipin tonë prej 220 vetësh figurojnë shqiptar, maqedon, turk, bosnjak, serb. Pra jemi munduar t'i përfshijmë gjithë duke mos bërë asnjë farë dallimi dhe asnjë farë manipulimi në këtë aspekt. Andaj mendoj se studentët janë shumë vetëdijshëm para atë se çfarë ofrojmë ne, pasi që ua kemi ofruar në konsultim me vetë ata. Kryetari në IKE i Parlamentit Studentor Shaban Arslani u shpreh i gëzuar që për herë të parë zhvillohet proces zgjedhor për Parlamentin Studentor, ndërsa dha mesazh që cili do kandidat të fitojë të punojë për universitetin dhe studentët siç edhe meritohet. Ne si strukturë e Parlamentit Studentor tashmë me mbarim të mandatit në largim, do të mbetemi edhe në histori të universitetit dhe kjo rrugë që trasojmë do të jetë një shembull jo vetëm për USHT-n, po edhe për rajonin se sinqerisht thënë me çdo procedurë dhe akte ligjore, akte statutare janë të organizuara zgjedhjet. Këtë kanë dëshmuar edhe kampanja shumë e qetë deri tani që është zhvilluar nga ana e kandidatëve, dhe normalisht përderisa janë respektuar gjitha afatet kohore të aplikimeve dhe të shprehjes së ankesave, përderisa nuk ka pasur ankesa, le që të kuptohet se gjithçka është bërë në format më precize. Unë inkurajoj që cili do qoftë që të jetë fituesi në fund të mbiljes së vendvotimeve dhe pas shpalljes së rezultateve, inkurajoj që ata të vazhdojnë edhe më fuqishëm të kontribojnë për studentët, të kontribojnë për universitetin, për shkak se vetë universiteti është histori në vete. Faik Bajrami nga Komisioni Zgjedhor theksoi se zgjedhjet janë realizuar në mënyrë të qetë dhe demokratike dhe nuk është raportuar për asnjë lloj incidenti. Për herë të parë në historinë tonë, më thënë studentët kanë mundësi të votojnë, ta zgjedhin kryetarin e tyre. Procesi deri tani shkon në mënyrë shumë të mirë. Interesimi është shumë i kënaqshëm, pra edhe ne nuk e kemi prisë se do jetë kaq shumë i madh interesimi i studentëve. Ndryshe për herë të parë në historinë e këtij universiteti, Parlamenti Studentor zgjidhet nga vetë studentët me anë të votave.